Historia Musës a.s. na jep një mesazh për durim dhe shpresë. Apo thonë më ndryshe, durimi për te kuptimit të qastit. Kur Musaja a.s. dhe populli i tij përjetuan qastin e fitores dhe panë me sy shkatrimin e armiqve, shtrohet pyetja: ku shkuan dhimbjet dhe vujtjet që kishin zgjatur me dekada apo me shekuj? Sikur mos kishin ekzistuar fare dhe sikur ai moment apo ai qas apo ajo pamje t'u thoshte: ju jeni besimtar, mos e lejoni ashpërsinë dhe rëndësinë e realitetit që po ndodh, që pengojnë të shihni premtimin e Allahut me zemra të qeta. Mos ta përjetojmë sprovën dhe mos të thojmë siç ndonjëherë do të thoshim: o Zot, sikur të ndodhte ndryshe. Jo, besimtarët janë sigurt se fitimi është i tyre, suksesi është i tyre. Kjo është siguria e besimtarit, si të shihte fundin e premtuar. Allah Azza wa Jalla në suratul Kahf na rrafon ngjarjen mes Musait dhe Hidrit a.s. Dhe gjatë udhëtimit kishte plot urtësi. Mirë po, kur u kuptua kjo urtësi, u kuptua krejt në fund. Pra, urtësia e shpuarjes së anijes u konsiderua kulmi i mirësisë. Urtësia e vrasjes së fëmijës u kuptua kulmi i mëshirës. Dhe mbajtja e thesajt e jetimëve ishte kulmi i besnikërisë. Atëherë, ne duhet të durojmë për atë që nuk e kuptojmë plotësisht për momentin. Mos ta lejmë që realiteti të na bëhet pengesë midis nesh dhe premtimit të Allahut Azza wa Jall. Sepse Allahu Jalla Shanu thot në ajet pranor: "Wala tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malu dhalimun, innama yuakhiruhum li yawmin tashkhassu fihi al-absar." E ti kurse si mos e mendo Allahun si të pakujdesshëm dhe asaj që veprojnë zullumçarët. Ai vetëm është duke i lënë ata përderisa një ditë në të cilën sytë e tyre shtangun, besin të hapura. Mos ta mendojmë se Allahu Azza wa Jall do t'i tradhtoj premtimet e tij ndaj pejgamberëve të tij. Allahu është i plot fuqishëm dhe shpërblen me drejtësi. Ai nuk është i pakujdesshëm ndaj veprave të atyre, as ndaj krimeve të tyre. Ai ka rregullat e tij që do t'i ndëshkojë për këtë padrejtësi. Fala tahsabanna Allaha mukhlifa wa'dihi rusula, inna Allaha azizun dhu intiqam. E kurse si mos mendo se Allahu e shkel premtimin e vet që u dha të dërguarët të tij. Allahu është triumfues që ndërmerr masën ndëshkuese. Allahu Azza wa Jalla nuk harron as premtimin e tij ndaj pejgamberëve dhe pasuesve të tyre. Allahu i plotson premtimet e tij sipas dëshirës, krijimit, pushtetit dhe urtësisë të tij. Njëherë njerëzit i shohin të larta, por ato në realitet janë afër. Ndonjëherë duken të pamundura. Allahu sundon mbi gjithçka, por shumica e njerëzve nuk e kuptojnë këtë realitet. Andaj duhet të kemi durim për te kuptimit të qastit.